Një lider krijon një këshill paqe duke si iniciativë diplomatike. Për ta kuptuar realisht çfarë po ndodh në skenën ndërkombëtare, duhet të analizojmë strukturën e saj. Këshilli i paqes i nisur nga Trump paraqitet si mekanizëm për të përshpejtuar zgjidhjen e konflikteve, duke shmangur ngadalësinë e institucioneve tradicionale. Pari, qeverisja. Kjo nuk është një strukturë klasike shumë palshe, me sekretariat të pavarur dhe rregulla të dakorduara kolektivisht. Drejtimi është i centralizuar, agjenda, prioritetet dhe ritmi përcaktohen nga iniciatori. Kemi të bëjmë pra me një diplomaci të personalizuar. Së dyti, dimensioni financiar. Funksionimi mbështetet në angazhime të konsiderueshme financiare nga shtetet pjesëmarrëse. Por kupton se pesha politike mund të lidhet me kapacitetin për të kontribuar financiarisht, dhe këtu kemi të bëjmë me ligjin e më të fortë. Treti, dimensioni sigurisë. Janë diskutuar mekanizma stabilizimi që përfshin komponente sigurie ndërkombëtare. Pra nuk bëhet fjalë vetëm për ndërmjetësim diplomatik, por një strukturë që mund të ndikojë konkretisht në terren. Së fundmi, përfaqësimi. Në konfliktet si ai i Izraelit dhe Palestinës, përfshirja reale e të gjithë palëve është thelbësore për legitimitetin e çdo procesi. Pra, në rast përjashtimit të palëve, kjo dobëson qëndrueshmërinë afatgjate. Dhe pyetja centrale është nëse ky këshill zëvendëson formalisht ose jo OKB-n, duke krijuar një hapësirë paralele vendimmarrje jashtë arkitekturës tradicionale shumë palshe. Duke kuptuar aktualitetin, duhet të fillojmë nga këtu. Nga mënyra se si po organizohet pushteti diplomatik sot. Në episodet e ardhshme do të trajtojmë konfliktin me Iranin, rolin e Izraelit, Europën dhe rivalitetin global që po riformëson rendin ndërkombëtar.